Si mjek çdo ditë ballafaqohem me sfida të ndryshme të qytetarëve, jo vetëm në aspektin shëndetësor, por edhe të aspekteve tjera. Dhe ne si Aleancë, kësaj radhe kemi filluar garimin në këto zgjedhje me moton siguri, energji, zhvillim. Dhe duke nisur për kësaj, edhe unë e kam dhënë një kontribut personal në këtë drejtim, për arsye se kjo nuk është thjesht një slogan, motoja, por është një bazë e qëndrueshme për një zhvillim më të fortë dhe një shtet më të fortë. Duke ofruar siguri për qytetarin dhe institucionet, energji për të shtyrë përpara proceset konkrete, pas varritje dhe zhvillim ekonomik i cili garanton edhe qëndrimin e rinisë në vendin tonë. Ngecjet e qeverisë janë të shumta. Së fundmi jemi dëshmitar të raportit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, i cili veç ka vendosur Kosovën në një vend i cili nuk ka zhvillim ekonomik, nuk ka progres, ka rritje të inflacionit, i cili te shporta qytetarit ka ndikuar që të rritet nga 3.3 inflacioni në 5.7, pra i referohemi shifrave zyrtare, që do të thotë se kjo qeveri jo vetëm që nuk ka bërë ndonjë progres, por e ka çuar vendin në regres. Dhe këtu kisha shtuar se në vend që të investoj me investime kapitale, këta në këtë formë e kanë zgjedhur formën e lëmoshës, që gjithë këtë buxhet që e posedojnë, duke ndihmuar her pas here me nga 50 apo 100 euro familje të ndryshme, që ato ndikojnë që krizën familjare ta lehtësojnë për 2-3 ditë jo më tepër. Ata vetë e proklamuan se nuk janë ndihma apo përkrahje për mërgjimtarët për të ardhur, për të votuar, po unë kisha shtruar një pyetje, pse bashkë në këtë kohë? Pse këto ndihma apo kjo ndarje e këtij buxheti për 2 milionësh për mërgjimtarët apo hipotetikisht për kompanitë e aviacionit nuk ndodhi bashkë për festën e Bajramit. Na veçemi në festën e Bajramit dhe ata qytetarë besoj që më mirë kishin ardhur me të familjet e tyre, kishin kaluar festën së bashku, kishin vizituar familjar, pastaj edhe kishin bërë edhe forma tjera, dhe për këtë arsye unë mendoj se kjo është vetëm për fushata elektorale dhe thjesht blerje e votës. Kisha theksuar se këto ndihma prej 150 eurove janë vërtet ndihma për lëmosh dhe të cilat ipen një herë në vit, dhe nëse një familje 5 anëtashe i ka marrë 500 euro apo 700 euro, në këtë rast nëse i pyesim ata sa keni paguar energji elektrike brenda një viti kalendarik, ata vetë do të tregojnë se vërtet kanë paguar dikon shumë fishin e kësaj, ku ta diun ndoshta edhe 10 fishin e saj. Prandaj kjo formë e ndihmës nga qeveria i bjen sikur në mjeksi, si e themi, personat cilat abuzojnë me substanca, e marrin një dozë, ajo ju ndihmon ja 2 ditë, dhe pastaj ata prapë kthehen në gjendjen e mjerueshme të cilën e kanë. Qeveria Kurti fillimisht nuk ka pasur as plan dhe program zhvillimor, në këtë rast edhe për shëndetësinë. Dhe kur një qeveri nuk ka plan dhe program të sigurt dhe të qartë për një dikaster të saj, atëherë vërtet këto rezultatet pavarësisht kësaj do të mungojnë obligativisht. Duke nisur për kësaj, dështimet ka qenë të numërta, duke filluar nga decentralizimi, të cilin fare nuk janë marrë me atë, pastaj edhe duke nisur nga fakti se nga lista esenciale e bornave, e cila është obligative që të plotësohet për të gjitha format e medikamenteve dhe pajisjeve të nevojshme për të trajtuar pacientet, kjo ka pas një ngecje të madhe dhe unë mendoj se është si pasojë e
kësë menaxhimit dhe kësë përdorimit të mjeteve të cilat janë të sigurta dhe janë të dedikuara për pacientët të cilët kanë nevojë të përditshme. Për këtë i kemi faktet të cilat ekzistojnë në përditshmëri që pacientët, sidomos në shërbimin terciar klinik, në qendrën klinike universitare të Kosovës, çdo ditë janë të detyruar që të shpenzojnë mjete nga xhepi i tyre, të cilat janë të garantuara dhe të obliguara me ligj, sepse i takojnë listës esenciale. Kësaj ne do t'i themi stop si aleancë, duke e plotësuar në përpikmëri listën esenciale dhe duke pasur edhe një fond shtesë, sepse disa ilaçe, disa barna, disa medikamente janë të kushtueshme, kanë kosto të lartë dhe në përditshmëri ato nuk janë të përditshme, por që me aprovimin e një fondi shtesë do të plotësohet edhe ky segment i listës esenciale, pastaj duhet të bëhet azhurnimi i përditshëm në stokun farmaceutik, sepse duke bërë azhurnimin në baza dytore, secili nivel i cili kërkon barna shtesë në stokun e tij, të cilin e posedon, atëherë është shumë e lehtë që mos të ketë edhe mungesa në furnizim nga lista esenciale, si thash më herët është edhe e garantuar. Kryeministri nuk është e nevojshme që të shkojë në renovimet e reporteve të klinikave. Do thotë, nëse ka ndërtime të reja, ndonjë reporti prej fillimit apo ndonjë spitali që do thot është me projekt i realizuar, atëherë do thot edhe prezenca e kryeministrit nuk është diçka gabim. Mirë po, këto renovimet e brendshme që bën brenda institucioneve absolut nuk janë të nevojshme. Mendoj që kjo bëhet për fushat elektorale, edhe për të fituar disa pojena politik, por fatkeqësisht është duke ndodhur. Edhe këto renovime që janë bërë janë të përkohshme, kanë kushtuar shumë, kanë pasur kosto të lartë, ndërsa punët që janë bërë brenda këtyne nuk i përgjigjen asaj çka është kërkuar dhe çka është shpenzuar. Sa përket qenit Topall, këto vetë fakti që ka përmendur kryeministri dëshmon se një qeveri, në këtë rast një ministri e shëndetësisë, nuk është në gjendje që ta bëjnë një parandalim të tillë. Dhe ne si qytetarë dhe gjithë pacientët në nevojë, por ashtu edhe personeli shëndetësor, çka pret më shumë nga një Ministri e Shëndetësisë kur nuk është vetë në gjendje ta bëjë një veprim të tillë dhe të parandaloj rrezikun e jetës edhe të pacientëve, po ashtu edhe personelit shëndetësor. Ekziston një kisha quajtur një llavë e qenëve ndacak, të cilët në përditshmëri sulmojnë personelin shëndetësor, sepse edhe kjo është një element që personeli shëndetësor detyrohet të bredh prej një kliniken tjetër nëpërmes të oborrit QKU, sepse nuk ekziston një sistem i centralizuar për me funksionu më mirë dhe në njëjtën kohë rrezikohen, do të thotë, në orarin e punës nga këta qenë. Çka do të thotë kjo? Se edhe kjo pikë duhet të menaxhohet në mënyrë që së pari fillimisht të sigurohet çështja fizike e personelit dhe na po flasim edhe për një çështje tjetër. Personeli shëndetësor, mantilbardhi, duhet të jetë në qendër të vëmendjes këtë rast. Duhet t'i kthehet dinjiteti, duhet të përkrahet me rritjet e pagës në mënyrë që edhe të krijohet një motiv për punë, që punë të bën në mënyrë sa më profesionale. Edhe kësaj e kisha shtuar edhe faktin se duhet të bën edhe trajnime profesionale, qoftë për infermier, qoftë për mjek specializim, qoftë për specialista, çka do të thotë se duke rritur kapacitetin profesional edhe në trajtimin e pacientëve, atëherë ne referimet që i bëjmë jashtë vendit do t'i stopojmë në masë sa më të madhe. Çka do të thotë kjo? Se në anën tjetër do të kursehet edhe buxheti i shtetit dhe ato mjete që do të kursehen mund të investohen qoftë në aparatura,
qoftë në infrastrukturë shëndetësore, po ashtu domethënë edhe do t'i ndihmojmë edhe shëndetësisë. Vetëm të prekje kisha thujt që kanë qenë këto renovimet, që to fasadimet i kishim thujt nëse përfaqësore, ndërsa veprime konkrete nuk ka pasur, diçka duke u nisur edhe nga vonesat apo zvarritja e implementimit të sistemit informativ shëndetësor, pastaj rrjedhimisht vinë edhe sigurimet shëndetësore, çka do të thotë se këtu ekziston një hallk, një zinxhir me hallkat e saj, sepse për të funksionalizuar këto duhet të fillohet nga mjekësia primare, pastaj sistemi i informimit shëndetësor dhe pastaj mbledhja premiumeve që këta janë munduar të prekin diçka, mirë po nuk kanë mundur edhe prej paaftësisë, pazotësisë së tyre që të funksionalizohen kjo formë e këtij zinxhiri për të ardhur deri te ofrimi i shërbimeve. Kjo ka qenë e mundur, nuk ka pasur asnjë pengesë, sepse kjo qeveri edhe këtë rast edhe ministri Vitia ka pasur mundësi që 6 vite të kryej punë, të ofrojë shërbime profesionale për qytetarët, duke filluar nga lirimi i pagesave apo i participimeve të cilat bëhen në sportelet, duke filluar nga mjekësia primare, pastaj spitalet regionale edhe qendra klinike universitare. Do të thotë, nëse ky sistem për 6 vite ishte rregulluar, atëherë asnjë qytetar nuk kishte pasur sot nevojë që kur të ofrohet te sportele për të marrë një shërbim që të bëj pagesë. E mos të flasim pastaj këto forma tjera të cilat vinë në mënyrë kronologjike. Kjo qeveri e ka krijuar një bunker të mjeteve apo të parave, të cilat janë me miliarda dhe ato janë mjetet e parat e taksapakuesve të Kosovës. Dhe realisht me këto mjete po kanë refuzuar që të ndërtohen shkolla, që të ndërtohen spitale, që të ndërtohen qerdhe, që të rregullohet dhe ndërtohet po ashtu edhe infrastruktura rrugore, pastaj e kanë pas përmend edhe stadiumin kombëtar të Kosovës, e tjera, dhe rrjedhimisht si pasojë e kësaj, kur nuk ka investime kapitale, do të thotë nuk kemi edhe zhvillim ekonomik, nuk ka vende të punës, dhe si pasojë e kësaj edhe rinia po migron çdo ditë më tepër për mungesë të vendeve të punës. Vërtet, qytetarët janë duke rrezikuar çdo ditë dhe si pasojë e rrshitjes së dheut, sidomos në autostradën, të cilën e kanë ndërtu qeveritë e mëparshme, kjo qeveri nuk po është në gjendje as ta bëj mirëmbajtjen, ndërsa mjetet ekzistojnë. Unë e kisha lidhur me një fakt kështu thjesht që një familje kishte qenë gjendje me një kamion me marr vëlla, si thojmë na, me qira, me disa familjar, me lopata, më falni, e me mjete tjera e kishin bërë pastrimin e saj. Arsye nuk po e din këta më mirë, por prapa përsëris po potencoj nuk janë në gjendje ta bëjnë një menaxhim të thjesht për mirëmbajtje. Rreziku është permanent. Kemi pasur disa aksidente me fatalitet. Dhe për këtë arsye duhet që të ofrohen edhe monitorime që qytetarët të kenë kujdes në vëzitje dhe po ashtu të vendosin shenjat e sinjalistikës që për rreziqet e tilla mund të rrezikohet edhe jeta. Ky tranzicion tregon për pjekurinë e aleancës dhe njëherë edhe demokracinë brenda aleancës në këtë fazë. Çka do të thotë se lideri ynë historik, Ramush Haradinaj, do të bënte figura qendrore e aleancës, por edhe sigurisë dhe shtetit tonë. Ndërsa Ardian Xhini, me përvojën e tij, të cilën e ka të jashtëzakonshme në qeverisjen e tij, është mandati i tretë në komunën e Gjakovës, ai do të sjellë një energji të besojmë të jashtëzakonshme, një energji pozitive, po ashtu me një program të duhur i cili është në shërbim të reformave për qytetarët dhe institucionet të cilet duhen urgjentisht të rregullohen brenda për brenda vendit, ato do ta kenë përkrahjen e plotë të fuqishme edhe të kryetarit të ri të Aleancës Ardian Xhini, i cili prapa potencoj ka një përvojë
politike, një përvojë të madhe menaxheriale dhe besojmë se është personi i duhur i cili do të bëjë edhe reforma të reja gjithmonë në të mirë të aleancës dhe në të mirë të qytetarëve të vendit. Në 7 qershor vendoset se Kosova në çfarë rrugë dhe në çfarë kahje do të shkojë. Kërkoj për krahjen e aleancës me numër 128 dhe unë në listë jam numër 5, duke ju zotuar para juve se do të jem zëri i fuqishëm në kuvendin e Kosovës, do të jem zëri besnik për mantelbardhët, zëri besnik për pacientët, zëri besnik për familjarët në nevojë, për familjet e dëshmorëve, për familjet me asistencë sociale dhe do të jem përkras i madh i projekteve reale në të mirë të vendit, pacientëve dhe të shoqërisë.